Skënderbeu dhe Laçi mbyllin të ënën javën e 4 të Superligës në futboll. Kampionët e fuqi kërkojnë të rikthehen fitores pas barazimit javën e kaluar në Ballsh, por edhe për të mbajtur të njëjtin hap me kryesuesit e Tiranës, të cilët morën 3 pikë në Gjirokastër. Por sfida e Korçës pritet të jetë një ndeshje tepër delikate për vendasit, pasi përballë do të jenë Kurbinasit, të cilët e kanë filluar mjaft mirë sezonin, duke qenë në të njëjtën kuotë pikësh me Skënderbeun pas 2 fitoreve dhe një barazimi. Laçi është një skuadër që ka treguar deri tash forcën e tij në kampionat. Është një skuadër kompakte, një skuadër që lufton, një skuadër që vrapon shumë. Ka mos harrojmë që ka brenda dhe cilësi. Çdo skuadër kur luan fushë vet mendon për të fituar neshin, kështu që ne mendojmë për të fituar neshin me Laçin. Në këtë përballje për korçarët janë në dyshim 2 lojtarë për ta nisur takimin që nga minuta e parë. Kapiteni Shkëmbi akoma nuk është në maksimumin e tij pasi dëmtimi që e ka mbajtur për muaj të tërë larg fushave të futbollit, po kështu edhe Orelesi është i dëmtuar.